Ke shumë e rëndësishme me bo që krahasim Visar, sepse mbi të gjitha se cili kemi nevojë për diçka. Edhe që mos me undi keq se ajo që e theu shqetësuese që prindrit e refuzojnë veç për shkak të stigmes ose paragjykimit. Me thonë të drejtën, unë nuk kom ditë si fëmijë i vogël ku kam qenë, nuk kom pas rast me pa fëmijët që të kanë zhvillim ndryshe. Derisa kom fillu me bo edukimin tim që e kam, nuk kom ditë si do duj mu marrë me këto persona. Unë mendoj që fëmijët duke pa shokun dhe shoqen që ka një vështirësi specifike, ata mësojnë përveç se me pranu edhe me ndihmu. Që do më thonë, në këtë mënyrë po i kontribuojmë ngritjes së vetdijes kolektive që si qytetarë në të ardhmen të jemi në gjendje jo do të me qenë patjetër psikolog ose pedagog ose sociolog që me ditë me mbështetë, po të jemi qytetarë të cilët i kontribuojnë cilësisë së jetës së tjetrit që mund të ketë një zhvillim atipik sepse në fund të fundit nuk është zgjedhja e tij. Mirë, po edhe një gjë tjetër është se tash këtu duhet me përmend pak edhe vullnetin e mësimdhënësit. Ne kemi pas mësimdhënës të cilët kanë ndjekur trajnime, të cilët kanë një edukim bazik ndoshta me ndihmu fëmijën që ka nevoja të veçanta, dhe pa pas nevojë fare për asistent e ka menaxhu jashtëzakonisht mirë. Na shpeshherë marrim informata nga tereni për mësimdhënës që na shkruajnë të lutem a më ndihmon me këtë çështje, si mund me bë me këtë dhe na mundon ju dalë ndihmë në distancë në mënyrë që me e mbështet. Veçanërisht du me theksu dhe me falendëru publikisht një mësuese Merita Visha, e cila jeton në një region larg Prishtinës që ka fëmijë me nevoja të veçanta, po pa asistent ai menaxhon jashtëzakonisht mirë, domethënë dhe i ka shumë mirë të përfshira, domethënë të involvuar në ambientin brenda saj i lumt. Po edhe një gjë është shumë e rëndësishme, ne jetojmë në epokën e edukimit inkluziv. Edukimi inkluziv bazën kryesore ka domethënë barazinë. Mirë, po qenit barabartë nuk do të thotë gjithmonë që është i drejtë, sepse fëmijët në zhvillim tipik nuk kanë nevojë për ndihmë shtesë. Mirë, po fëmijët që i kanë këto vështirësi kanë nevojë për një ndihmë shtesë. Që do të thotë me fjalë inkluziv do të thotë inkluzion, gjithëpërfshirje, po i përfshihem këta në komunitet sepse në këtë mënyrë është kuptuar që stigma bie kur ne ekspozohemi ndaj një fenomeni të cilin mësohemi ta kuptojmë dhe ndoshta kemi çësje për me manovru me të. Dhe në këtë mënyrë na mundemi me ndihmu komunitetin. Këtu duhet me pas një trekëndësh bashkëpunimi në mënyrë që të arrihet kjo. Gjithmonë është prindi, është mësuesi, dhe është në këtë rast dhe pedagogu special, apo është mësuesi mbështetës, apo është asistenti i fëmijës në mënyrë që me realizu këtë gjë. Psikologu është një akter i jashtëm i cili bën vlerësime sporadike për me pas se qysh është duke shku zhvillimi, apo mrim kadal me u taku me moshën tonë kronologjike. Mirë, po pa qenë ky bashkëpunim i mirëfillt, rezultatet janë të dobta dhe pson me i pafajshmi që është fëmiu në këtë mes.